I feel deeply honored. Ndihem thellësisht e nderuar që gjendem mes jush sonte dhe sinqerisht jo krejt e sigurt që meritoj një hapësirë kaq të veçantë në një mbledhje kaq të veçantë. Faleminderit Fiona. Vërtet do të thot shumë që të konsiderohesh nga ti e denj për këtë detyrë dhe nuk mund të mos përmend një person tjetër mjaft të dashur këtë mbrëmje, një grua që e vlerësoj jo vetëm për thellësinë e saj të gjykimit, por mbi të gjitha për forcën e karakterit të saj. Ajo është Sherry Blair. Dhe kur nuk do të mund ta falenderoj mjaftueshëm që më ka ndihmuar si një mike e vërtet të tej kaloj një paragjykim të rrezikshëm iden që puna ime profesionale nuk mund të vazhdonte normalisht në momentin që bashkëshorti im do të bëhej kryeministër. Të dashur miq, në një takim kaq kuptim plot si ky, do të kishte pak kuptim që të bëja leksione për askënd këtu, për globalizimin, për atë që funksionon e atë që nuk funksionon. Po ndoshta është kuptim plot ndaj mendimet për pyetjen, apo jetojmë ende në epokën e globalizimit, kur kjo pyetje zgjohet te dikush si unë që ka kaluar përmes tunelit komunizmit. Kam qenë 28 vjeç kur kalova për herë të parë kufirin dhe u largova nga vendi im i vogël. E njëjta moshë kur përdora së pari librin Essential të gjuhës angleze për të folur me një të huaj, kur mbajta kartmonedhen e parë të dollarit amerikan dhe bëra këmbimin e parë me këtë monedhë dhe kur hyra në një bibliotekë të mbushur me libra të huaj. Ishte 1992, sapo kisha parë dritën e një tuneli shumë të gjatë. Ëndra jonë më e madhe ishte liria për të lëvizur, për të votuar, për të folur, për të besuar e mos besuar në Zot, për të punuar. Ëndra e lirisë na kishte rrëmbyer tërësisht, edhe pse ende nuk e dinim ç'të bënim me të, apo se çfarë do sillte në jetën tona. Pikërisht në atë moment, bota e lirë e zhvilluar po ndiqte ëndrrën e saj të madhe që ishte globalizimi, një botë përtej fundit historisë, me asnjë ideologji pa mure, pa kufi, me liri më të madhe, me një jetesë më të mirë. Kujtesa e luftës dhe plagët e përçarjes madhe bënin dëshirën për unitet e paqe edhe më të fortë mes kombeve. Kështu që, ndërkohë që ne arratisteshim nga komunizmi dhe ndronim të bëshim pjesë e botës suaj, ju ndronit fshatin global dhe me shpejtësi po e realizonit. Është e drejtë të thuash se askush prej nesh nuk ishte i ndërgjegjshëm se çfarë na priste. Për dikë që kish lindur në një vend që gjithmonë ka prodhuar më shumë histori sa mund të tretë. Fundi i historisë dukej si një bekim dhe çelja e rrugëve, deteve e qejve për të bërë sërish pjesë e civilizimit tuaj dukej një mrekulli. Sot di më shumë, të gjithë ne dim më shumë, dhe edhe pse nuk do të kthehesha kurrë pas, kthimi pas i historisë, me detrat e turbulluar, e qiejt e stuhishëm, e bëjnë rrugën përpara më pak të sigurt se sa dukej më parë. Ne dim avantazhet e globalizimit që ka sjell njerëzimit e vendeve. I ka lidhur njerëzit në mënyra më parë të paimagjinueshme. Ka bërë ekonomitë të prodhojnë më shumë, më mirë. Duke ushtrirë edhe të shumë prej tyre, pa të cilët globalizimi do të përpëlitej për të mbijetuar. Inovacioni lullzon përmes bashkëpunimit global në shkencë, në teknologji, duke sjell suksese të mëdha në mjeksi, energji të ripërtëritshme, komunikim. Muzika, filmi e arti rrugtojnë të lirë, duke mbartur talente, tinguj të histori
për te kulturave duke na ndihmuar të kuptojmë e të njohim njëri tjetrin më mirë. Komunikimi është më i shpejtë e më i përhapur se sa kur më parë. Kompjuterizimi përmes res, gjithashtu edhe inteligjenca artificiale, ndërveprimi online kanë thelluar integrimin digital për te çdo gjëje që kemi imagjinuar. Këto janë avantazhet që i lejojnë vendeve të vogla si Shqipëria të ndihen e të veprojnë pa kufi. Ashtu si Nën Tereza tha dikur, me gjak jam shqiptare, në shtetësi indiane, por me thirrjen e brendshme për kas botës. Ajo na kujton se identiteti nuk është një mur, por një urë, që përkatësia kur ndahet nuk mpak, shumë fishon. Kaq pa kufi ishin dhe veprat e Ismail Kadares, të shkrimtarit ton të shkëlqyer, përkthyer në më shumë se 45 gjuhë dhe të shqiptareve si Dua Lipa, Ermonela Jaho, Mira Murati, që kanë arritur majat e artit, shkencës e teknologjisë globale. Pa përfitimin e globalizimit, bukuria natyrore shqiptare do të mbetej e izoluar. 12 milion vizitor erdhën vitin e kaluar në një vend me më pak se 3 milion banor. Çdo takim, çdo vakt i bashkëndar, çdo foto e bërë në brigjet, malet tona apo në zonat tona kulturore është Shqipëria që po rizbulon vendin e saj në historinë globale. Po kështu, integrimi ynë europian i konfirmuar në çdo forum ndërkombëtar e mbështetur nga shumica dërmuese shqiptarëve në vende jashtë, do të kishte mbetur i kufizuar në një ëndër që zbehej nëse nuk do të kishim ndar ecurim e pareshtur përpara që solli globalizimi. Por po kështu e dim që ky iluzion i mrekullueshëm që vrapon më shpejt se rrahja e zemrës vet, siç e përshkruan dikush, nuk është thjesht duke u shpërbër e duke minuar kontraditën e vet, siç në fakt dikush vëren me të drejtë. Sot globalizimi politik duket rrezikshëm i fragmentarizuar, legitimiteti i institucioneve globale është rrezikshëm në pikpyetje, varfëria e pabarazia vazhdon të jenë kokëfort të pranishme. Rivalitetet gjeopolitike po rriten në mënyrë të ndjeshme. Prirjet izolacioniste po rishfaqen, ëndrat nacionaliste po dalin sërish në sipërfaqe. Luftrat po përhapen e ndikimet e tyre për te kufive. Lëvizjet anti-migrante po rriten. Të drejtat e arritura po gryhen. Media sociale e jeta digjitale po na çorienton. E pasiguria mbizotron botën virtuale që banojmë në të përditshmen ton, ku të dhënat tona zhduken në një terr që nuk e shohim. Në 2025, ajo çfarë dikur e shihnim si historia më e madhe e njerëzimit e progresit, tashmë vihet në dyshim e bombardohet çdo ditë me pikpyetje, ndërkohë që pasiguritë e çdo lloji rrisin stresin, ankthin dhe tensionet ndërbreznore. Arsyet sigurisht janë më të mëdha se sa kapaciteti im për t'i kuptuar, për duke u mbështetur në të shkuarën time komuniste, parakomuniste dhe të 3 dekadave të tranzicionit, unë do të ndalesha te një faktor thelbësor. Ende nuk kemi mësuar si të jetojmë e të sillemi globalisht në këto rrethana të reja. Nuk mund të ta dinim si, dhe ende nuk dim mjaftueshëm. Ndërsa globalizimi shtrihej në territore të tjera, duhet ishte zgjeruar dhe reflektimi e të mësuarit ton. Por si reflektimi, ashtu edhe të nxënit kanë qenë të pamjaftueshme, matur me shkallën e gjerë të rritjes të globalizimit. Edhe pse mendimtarët e studiuesit mbrinte ne sot më me lehtësi përmes media sociale, podcasteve dhe programeve të panumërta, ne dëgjojmë shumë pak filozofët, ekonomistët, sociologët, psikologët, ekspertët e teknologjisë, lingvistët apo doktorët. Dëgjojmë edhe më pak njerëzit e zakonshëm dhe betejat e tyre të përditshme.
Kësaj përpiqemi të menaxhojmë një botë tejet komplekse e dinamike, me praktika, bindje e kufizimet e së shkuarës në vend që të kuptojmë, të mësojmë e të përshtatemi së bashku me të. Apo jetojmë ende në epokën e globalizimit? Po jetojmë, sepse ashtu siç thot Tony Blair, globalizimi nuk është një zgjedhje, është realitet. Për ta përmbyllur, ndërkohë që përgatisja këto fjalë, nuk mundesha përpos të hiqja një paralele midis skenës së sotme të globalizimit të mbushur përplot me sfida e pikpyetje dhe çantës së shkollës së Zahos, djalit tim 11 vjeçar. A ju kujtohet si në brezin ton, çantat e shkollës i mbanim në dorë, japse quheshin çanta dore shkolle, ndërkohë që sot asnjë fëmijë nuk e mban në dorë çantën e shkollës. I mbajnë në shpinë të gjithë. E në fakt për shkak se edhe gjatë viteve, çantat e shkollës u bën gjithmonë më të mëdha e më të rënda, e kaq të mëdha sa që asnjë fëmijë i vogël nuk mund t'i mbante tjetër soi. E kështu fëmijët tanë shkojnë e vinë nga shkolla për ditë të përkulur nën këtë peshë. A e dini pse? Sepse në atë çantë shpine, në shpinën e atij fëmije qëndron e shkuara dhe e tashmja. Brenda kësaj çante shpine është iPad-i apo kompjuteri personal, e po kështu edhe libra tradicional, lapsi digital, e kutia plot me lapsat e tjerë, makina llogaritse, e po kështu edhe fletorja e shënimeve me kuti ku logjika matematike mësohet si në ditët e vjetra. Këto fletore për shënime, për çdo temë, e fletoret e detyrave të shtëpisë si më parë. Në shkolla ka mësues të cilët ende nuk e dinë se ku mbaron e shkuara e ku niset tashmja në metodat e tyre edukuese e sjelljes, sepse edhe ato vetë duhet të bëhen student, edhe një herë, për të mbajtur hapjen me ndryshimin digital. Pastaj vim ne prindrit, në panik për misterin e së ardhmes, duke zbatuar pafund rregullat e së shkuarës. Kjo është çanta e shpinës e globalizimit, me shpatullat e Zahos, për plot mundësi për të mësuar, e megjithatë e rëndë, hutuese, e herë kaotike. Të gjithë mbajmë këtë çantë shpine sot, është çanta e shpinës e globalizimit. Të dashur miq, është e drejtë që të jemi thellësisht të shqetësuar kur shohim vendimet e përditshme që sfidojnë parimet e objektivat e ëndrrës fillestare të globalizimit, por nuk duhet të alarmohemi nga ngadalësimi i tij. Ky ngadalësim mund të jetë në fakt një dhuratë që na jep kohën të reflektojmë për ta bëjmë rrugtimin më të lehtë, më të qartë, më me pak stres e më të lehtë për të mbajtur nga fëmijët tanë. Faleminderit.